Ne, Evropianët, jemi mësu të referohemi mençurisë njerëzimit nëpërmjet filozofisë greke kryesisht. Që është Ilira Pellazikës, për shpun çfarë është. Edhe kemi injoru komplet, totalisht, filozofinë dhe urtësinë lindore. Edhe kjo ka bo që ne të shkëputemi nga ndoshta pjesa më e madhe e pasurisë shpirtërore të njerëzimit që ka trashëgu njerëzimi pres mas brezi. Edhe kryesisht që ka të bëjë me qetësinë shpirtërore, paqen që janë shumë të rëndësishme, paqen shpirt, urrejtjen, mblefin, gati dhe liksin, armiqsin, e pa justifikueshme edhe të pa shpjegueshme. Të hapim që gjetarin këtu. E pa justifikueshme dhe pa shpjegueshme njerëzimit, sidomos për njerëzit e afërt, për njerëzit më të që ka djallë, njerëzit më të shtrenjtë tuj. Sa njerëz të afërt janë lidhnu me njëri tjetrin, nuk flasin me njëri tjetrin, nuk shkojnë me njëri tjetrin, nuk shkojnë tek njëri tjetri. Vllai shkon te vllai, motra shkon te motra. Xhai nuk flet me xhain, teza flet me tezën, halla i man me ri, dajes së kutërtjun. Edhe gjithë bota ka të njëjtat probleme, të njëjtat halle. Sepse gjithë ndjekin varga të bosh të urrejtjes. Varga bosh. Një mendim i filozofisë kineze është se inati jot i mbrëmshëm. Ti nuk do dënohesh për inatin të mbrëmshëm. Ose si mund të përkthejnë ndryshe njerëzit për likësinë tate shpirtërore, që ti mundohesh të justifikosh në një formë një tjetër. Ti nuk do dënohesh për inatin që ke, thot filozofia kineze, por inati që ke është ai që do dënoj ty. Pra dhe herë, nuk do dënoj për shembull Perëndia, Zoti, kur të vdesësh fjallavje, për inatin që patë në shpirt. Por inati që ke ti është ai që të dënon dhe do dënoj gjithmonë. Kjo përkon edhe me filozofinë tjetër të Levantit, qefutëve, judaizmit, judaizmit, që thonë që nuk ka heaven and hell, me s'ka parajs, edhe s'ka ferr në botë, kudo që të shkosh të vdesësh, por ti në shpirtin tëtë e ke brengën, e ke shqetësimin, e ke dhimbjen, e ke pikëllimin, ose qetësinë shpirtërore, paqen. Salam aleikum, thonë muslimanët, paqen mbi ju. S'ka gjë më të madhe për shpirtin e njeriut se paqja. Pra që futët thonë që simas një rabaj që unë ndjek vazhdimisht edhe të gjej, që futët thonë që nuk ka parajs dhe nuk ka ferr kur të vdesësh. Shpirti jeton, për parajsë dhe ferri është në shpirtin tatë. Në qoftë se ti e ke shpirtin plot me brenga, plot me dhimbje, plot me pikëllime, ti je në ferr.
vjen se e shpirti të rëzun, kemi thonë në atë mitologjin tonë popullore, që del shpirti i njeriut që vdek për shembull nuk ka paguajt borxhet, edhe themi ne nuk e ka marrë dheu, faktikisht nuk e man shpirti vetë, se ka shqetësimin edhe del edhe kërkon, vjen të pagu borxhet ka se po në unë si gjo definitive e kam lafin si pas me të regjisa. Pra, edhe një herë, ktheri dhe parajsa janë mërë teje, mërë në shpirtit atë. Ashtë dhimbje jote shpirtërore, janë plagët e tuja që ke marrë në këtë botë dhe si ke shëru, edhe në shumë të në rastëve nga varkët bosh që ke marrë, që do të bëjnë ty të vush një jetë jetëve në përjetësi, në qoftë se nuk e kuran dashti. Edhe si shpjegohet si mas, shkosh nga një fragment tjetër, nga një citat në tjetër, nga një fabull në tjetër, si shpjegon tërësisht filozofia kineze këta, ose lindore. Shpjegon me disa fabule, për shembull, njëna është nga këto. Një fshatar kishte një varg në kohë shumë të lashta, edhe kishte një liqen të bukur përpara, ja si ky liqeni këtu. Shikoj nëse e shihni para shtëpisë. Si ky liqeni i vogël këtu mes maleve. Këto janë mes maleve të Marylandit. Është një liqen i vogël këtu, është një resort i vogël. Edhe ky fshatari kishte një varg, edhe çdo darkë dilte aty me atë varkën e vet, edhe shëtiste në atë liqenin e vogël. Kur fal dielli, ato rrezet që purpurohet ajo, qielli bëhet i purpurt, ai fladi i lehtë që duket sikur të përkthel edhe të heq çdo lloj siklete ditës, çdo lloj toksin të ditës që ke pas. Edhe i meditonte aty në liqen, i qetë, rrinte aty, este me varkën ose ndalonte aty mes përigjeve. Edhe një natë në Mosk po vinte një varg, po vinte me shpejtësi se kishte velen, po vinte me shpejtësi dhe ky fillon dhe bërtet e ulëret, edhe njifte se kujt është kjo varg, edhe bërtet si ai shoferi për shembull që po vjen një me shpejtësi makinë drejt teje, edhe bërtet të çirret, edhe ka një urreti që do kur të vje varga aty se po përplasë, këtë thrisë ndale më vargën, më qenë varga frosh më shumë me shpejtësi, e do të përplase. Ky tash nuk dashte më në mytësh as mytësh, ky deshte të jetonte atë lloj aksidenti me varg, vetëm që ka përcente në vargën e tjetrit e t'ja ashtu nonën të vriste ata nga i noti, që ti po vjen drejt meje nuk e ndal vargën, mor qenë bjerqeni. Edhe çfarë shef vëllezër e motra? Shikon që varga ishte pa njeri. Dhe me një herë, gjithë urrejtja që pati për personin që mendoj që është në varg, gjithë ajo urrejtje, gjithë ajo mledh, gjithë ajo u shu me një herë. Edhe qeshi me vete pastaj, shikoje, një qeshi me vete pastaj, edhe shkonte t'i tregonte ati komshiut vetë, që t'kam sha me non, e kam dash të vras. Po sa gabim kisha qenë? Varga kisha qenë bosh. Po problemi është që çfarë është urrejtja? Çfarë është dhimbja? Çfarë është mlefi? Është gjë më në teje kot bosh. Se po të kishte qenë ai aty, personi do të kishte vrarë. Do ishin kacafyt. Do ta urrente për vdekje, po të mos e kishte pat, kishte hik kania shpejt. Varga, ta kishte shtyje era më tutje. Do ta kishte urrej për vdekje, kot. Në momentin që konstatoi që varga ishte bosh, u shush dhe gjon shpirtin e tij dhe bile buzëqeshi. Shikoni sa bosh është urrejtja.
e ke në dorë vetë ta shrush, ta pastrosh. Në qoftë se do ta maje gjithë jetën atë kudo që të shkoje, të kërkoje atë njerëz që të ka bën një të keqe. Gjithë jetën ti s'do bëje gjë tjetër, vetëm torturoje veten tatë, shpirtin tat. Por sa ka të varga bosh, komplet varga bosh. Sa njerëz janë prish për varga bosh. Ka thonë tjetër një fjalë që ndoshta e keq kuptu, ose ke shku për mik edhe të është duk sigur të ka prit me hundë buz një person të shtëpia që e shkove për mik. Ti kur nuk e di se çfarë ka pasaj çift para 5 minutave, ndoshta kanë qenë kacofyt për një xhelozi. Ti nuk i... Njerëzit kanë sa brenga, sa dhimbje, sa i kanë kot për vargën bosh. Asgjë s'është e vërtetë, vëllezër e motra. Por ajo që është e vërtetë është se në qoftë se ju nuk i jepni paqe shpirtit tuaj, në qoftë se ju nuk bëni paqe fillimisht me veten tuaj, se kur urreni një tjetër, ju kujtoni se urreni tjetrin, ju i bëni dëm vetëm vetes suaj. Kur them ju, e them edhe vetes sime. Ne gjithë bashkë kemi llavin. Për arsye se vetëm rritet ajo reja e zezë në shpirtin tatë dhe nuk le asnjë rrej se dritë të futet më pastaj të ndryshoj ty, se të glabran ajo, të konsumon ajo rrejtje që ke, të konsumon ty, ti ndoshta se takon më atë njeri, ti ndoshta nuk flet më kur me atë njeri, mund të ketë qenë njeriu jot më i afër, djali i tezës, shuni hallës, jeni rrit bashkë, keni flet një dyshek, kur keni qenë të vegjël, e tash nuk flisni se diku, diçka që nuk e keni prit ashtë thonë. Tjetëri po nxiton me makinë, të pratë rrugën, po ti nuk e di se çfarë ka halli mund të ketë ai njeri. Thjesht i atribon arrogancën, po ndoshta a ka njeri aty në spital që po shkon, nuk dihet, por konsumimi rritet, shpirti është i pafund. Shpirti është i pafund dhe në atë pafundësi ti zgjidh se çfarë rrit. Paqe, qetësi apo shkatrimin ta total. Edhe pafundësia që ta shpjegojnë juve pafundësinë. Un kam një shok që e shoh rrallë dashi se un kam zgjedh një lloj jete tjetër, dashi shkoj nga një shtet në tjetër, edhe 2 natë në një hotel, 2 natë, 3 natë në një hotel. Ja sa kam marrë nga Atlantic City, shkova në Pennsylvania, nga Pennsylvania tashi kam marrë në Maryland, sa është verë, edhe ka fillu vapa, edhe mes maleve, edhe ku gjena i resort kështu që të sohet shpirti. Unë isha jashtë, tash që si jam blik një qik nga dielli, edhe erdhe se pavarësisht filloi prap vapa dhe atje jashtë. Por e shoh rrallë këtë shok timin. Po ky shoku im rus më ka bo mund të mendoj çfarë është kozmosi, çfarë është universi, çfarë është pafundësia, a ka fund, diçka, mrena diçka po është gjithmonë e pafundeshme. Siç është për shembull një gjë, merr një kokër të vogël gruri për shembull, edhe do të ndash për gjysmë derisa të shkosh në fund, por është e palogjikshme. Të shkosh në fund, si mund të shkosh në fund të diçkaje që ekziston? Ti e ndan do bëhet me vogël. Po të marrësh mikroskop për shembull sa gjithë universi, e ta zmodhësh atë çik në vogël, sado që ti ta kesh coptuar, sado ta kesh zvogluar, prap mund ta zmodhosh me përmase prap kozmike që coptohet gjithmonë dhe kur në jetëve sado jetë ketë, nuk mund të arrish fundin. Po kështu është edhe shpirti i njeriut. Mrena ka një thellësi, edhe unë këtë po shkonim ne bashkë në këtë mikun tim, edhe po shkojmë Karajibet. Edhe netëm ishim në klub rus, atëherë dhe nga klubi deri në 3 natës shkum në aeroport. Nga aeroporti pastaj fluturum në Dominikën Republik. Nga Dominikën Republik pastaj morëm autobusin edhe shkum atje në resort. Më duket Punta Cana, nuk më kujtohet ku ishim. Edhe nga atje pastaj morëm dhomët,
Edhe me arim ka dhomat se cili se rrinim vetëm gjumë flinim më të shumtë në për këto karikët, buz oqeanit ose buz peshines, edhe flisim. Unë nuk maj mend të kem fol një fjalë. A i flet shumë, edhe flet pa fund. Edhe përmendoja sa jetë do duhen që ky shoku im Gregori të marron të fjalën se shpirti duhet ketë fund. Edhe kam konstatu që edhe si kur t'jetoj 1 milion vjet, edhe po t'jem afër Gregori nuk do të nalë s'folmi kur. Pra nuk do të zbrazet sa do mendimet keshti në shpirt, sa do ndjenjat keshti në shpirt, sa do gjonat kesh për thonë, duhet marrin fund një ditë, zbrazet, nuk zbrazet kur. Nuk zbrazet kur, është një pashtarësi mrena, edhe këtë pafundësi që keni mrena vetës suj, ju, si kur së dhonë, e keni ndorë vetë. Ta boni të paqet si ky liqen i qetë jashtë. Ky liqen i vogël? Ose ta boni një, që thunë, si vulkan i mrenqëm, ku diqe të përvëllon çdo gjë, flak ferri, nga i natët, nga mlefët, që janë gjithë varë bosh. Gjoja mja, gjoja thjesht, që mund të bësh. Me njerëzit që ke dash edhe ke përshqef, se këtu shkatrohet njeriu. Nuk shkatrohet për njëri të huj, që të ka bo një të keqe, herë e kujton edhe vjen si të them aty si një njollë dhe zez pa kalon, por me njerëzit e tuj të afërt kur nuk flet, edhe kur nuk i man afër dhe nuk e prit gjoja që të bëjnë këta ty si që mendojnë atë që s'kan prit ato t'je boje ti atyre, në qoftë se ti nuk e mundësi, se s'tlen egoja, krenaria jote, të falesh, ti jesh e sigurt që edhe ti pjesëtari e saj që kanë bën, të paktën largohu në paqe, edhe harron, mos mendon. Mos mendon për të keqen, harroj atë, edhe mendon të mirat që kanë ekzistuar përpara dhe pse i bën mirë vetes sate, filtron veten tate, shpirtin tat. Ne duhet të kthejmë syt nga filozofia kineze. Duhet të kthejmë syt. Pse? Se atje ka qetësi, atje është meditimi, atje është filtrimi, atje është mrekullia, për shembull, është ajo 2 tigrave, nuk e di nëse e keni dëgjuar të fabulën e 2 tigrave, ishte një atje në xhungël. Edhe i shtri aty po mediton dhe në bar, kur dëgjon ullërim që quhet, që bën ai tigri po luani. Edhe pa që u sul luani po tigri drejt këtij, edhe mori vrapin po lua ajo tigri po afrohesh. Edhe kur po afrohesh, ai arriti në atë një shkam që ishte lugina poshtë. Edhe aty pa një nga këto, që janë këto si janë këto, si tip hardhije këto lastare që nuk janë dru, po është si tip litari këto, edhe u holl dhe u kap mas një aty. Edhe u holl, ku erdhe tigri, fillan tigri tash, po e shef poshtë edhe po kërkon që të shkojë ky litari, po është shumë e vështirë për tigri me shku poshtë. Edhe ky shef poshtë edhe që të shifte, atje poshtë ishte një tigër ku të bide tjetër që po e priste që të bide poshtë. Një tigër sipër, një tigër poshtë. U alarmu. Edhe dinte që vetëm vdekje priste. Edhe kur po mahje aty, edhe ishte gati të binte. Njith me gurin e shkamit, munët të buzët e ti. Një kokot lështrë dhe kuqe pur për gjithë shije, gjithë lang. Një deg jeshile. Jeshiles që s'ka të botë me jeshilje erët. Edhe në sekund. Etja, uria, harroj gjithë shka. Ishte aty edhe kapi atë. E kapi atë lullështrydhen, thejme ne. Lullështrydhen është se mos thash strabërin.
edhe futin gojë një nga shijet më të mia, për vetëm atë sekond harroj çdo gjë që ekzistonte në botë. Për vetëm atë sekond. Sekundi është ajo që ka rëndësi në botë. Asgjë në botë nuk ekziston. Edhe mos e leni prakurimin e shpirtit tuaj për nesër, paqen për nesër, për arsye se nesërmja nuk ekziston. Ashtu sikurse nuk ekziston as së djeshmja. Ekziston vetëm momenti, vetëm sekundi ku ti je prezent. Edhe po mësove të jetosh me sekundin, çdo njeri, shumica e njerëzve në botë, duhet të jenë të lumtur. Pse në momentin që ti po më dëgjon asgjë s'po të mundon atë sekond. Ti nuk po mendon si do të paguash ato billat që ke për të paguajt nesër apo mas një ore. As si do të bësh në qoftë se s'ke pension, ose s'tman fëmia, ose të nxjerrë nga shtëpia. Ti nuk do të mendosh këtë fare. Nëse përqendrohesh në sekond, nuk ekziston e ardhmja. Se po mendove për të ardhmen, ti do ta projektosh të ardhmen bazë të atyre që të kanë ndodhur të kalumen. Edhe frika, depresioni, pasiguria, pikërisht sepse ke pa një jetë me lloj të papritmesh që të kanë ardhur jo vetëm ty, por atyre që ke dashti, edhe të fusin frikën e të ardhmës. Ti jetova asnjëherë sekondin. Jeto momentin. Ja, unë këtë sekondë që duhet të përqendrohem. Thjesht, të marrë këtë video dal prapë të liçen. Të rri prapë ty. Pra, jeton vetëm sekondin. Harro çdo gjë. Bë paqe me veten tënde. Edhe të mirat të këqija jemi këto, jemi njerëz jemi. Nuk jemi në kush e di se çfarë. Jemi njerëz. Edhe si çdo qenie tjetër në këtë botë, kemi nevojat tona biologjike, kemi nevojat tona shpirtërore, bëjmë gabime, por nuk ka gjë më të afërt se njerëzit e tuaj, të lidhes gjakut, edhe pikërisht me ata ne vazhdimisht vejmë këto që thonë ata vllit përpara, edhe pse gjithmonë për vargat bosh. Sami Gjoka ju përshëndet.